Në këtë edicion do të ndiqni. Pas nënshkrimit të kontratës, pritet të vendosen semaforët në kryqëzimin e rrugëve Buja Roka dhe Ymer Pula. Antarët e shoqatës së të verbërve Gjakova me një aktivitet sportiv përkujtuan sot masakrën e Mejës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për aksidentet e ndodhura në udhkryqin e rrugëve Buja Roka dhe Ymer Pula, komuna e Gjakovës në një përgjigje me shkrim, thotë se faji është i ngasësve të cilët nuk e respektojnë shenjat e komunikacionit që ndodhen në atë pjesë. Referuar përgjigjes së komunës, mësojmë se semaforët do të vendosen në këtë pjesë pasi të bëhet nënshkrimi i kontratës. Ndër çështjet për të cilat në vazhdimsi kemi raportuar janë aksidentet shumë të shpeshta që ndodhin në kryqëzimin e rrugëve Buja Roka dhe Ymer Pula, e ku vazhdimisht është kërkuar të vendosen semafor ose rreth rrotullim. Nga komuna e Gjakovës lidhur me këtë çështje thonë: sa i përket kryqëzimit të rrugëve Buja Roka dhe Ymer Pula, ju njoftojmë se ky kryqëzim është i shenjëzuar me të gjitha shenjat adekuate sipas rregullave të trafikut. Aksidentet që shkaktohen atë kryqëzim janë papërgjegjësi ekskluzive e ngazëve të veturave. Për njoftimin e juaj, komuna e Gjakovës është në fazën e prokurorimit për finalizimin e këtij segmenti dhe në momentin që nënshkruhet kontrata do të bëhet edhe vendosja e semaforëve. Për investimet e nisura dhe asnjëherë të përfunduara sipas projektit në Qarshinë e Vjetër, komuna e Gjakovës në një përgjigje me shkrim thotë se vonesat kanë ndodhur si rezultat i pakënaqësive të ngritura nga Ministria e Kulturës. Madje për ndërprerjen e kohë paskoshme të disa punimeve, ajo thotë se nuk e dim arsyeën e ndërprerjes. Punimet e shpeshta në Qarshinë e Vjetër në Gjakov po vazhdojnë të krijojnë probleme për qytetarët dhe bizneset që operojnë në këtë pjesë të trashëguar të qytetit. Kohëve të fundit, prania makinerive ndërtimore, heqja dhe vendosja kubzave, ndërprerja e qarkullimit dhe zgjatja e punimeve kanë nxitur ankesa të shumta nga ana e qytetarëve, të cilët thonë se Qarshia ka humbur funksionin e saj të përditshëm. Për këtë situatë të fundit, komuna e Gjakovës ka ofruar këtë sqarim zyrtar. Investimet në rrugën Sulejman Hadumaga dhe Ismail Qemajli, rruga kryesore e Qarshisë së Vjetër, kanë filluar në vitin 2021. Projekti në fjalë është financuar nga komuna e Gjakovës, si dhe janë respektuar të gjitha kriteret dhe rekomandimet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore Dega në Gjakov, ku në koordinim me ta janë marrur edhe lejet përkatëse. Për çudi, pas kontraktimit të punëve nga komuna e Gjakovës, me arsyetim që ende sot e kësaj dite nuk e dim, kemi marrë udhëres për ndërprerjen e punimeve nga po i njëjti institucion që ka lëshuar lejen. Komuna e Gjakovës normalisht që ka ndërprerë kontratën me operatorin ekonomik, mirëpo sipas të gjitha gjasave lënda është në proces gjyqësor. Komuna e Gjakovës do të mbrojë interesat e veta të dëmeve të shkaktuara dhe do të kërkojë që penalltit eventuale t'i paguajë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për shkak se kronologjia e ngjarjeve rreth këtij investimi implikon direkt Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të cilët fillimisht kanë lëshuar lejen e punimeve. Edhe pse projekti është bërë 100% në koordinim me ta dhe më pas një vendimi të çuditshëm i kanë ndërprerë punimet. Ne mendojmë se nuk ka pasur asnjë bazë ligjore për ndërprerjen e punimeve. Vitin e kaluar, komuna e Gjakovës prap ka ndjek të njëjtin protokoll të kërkesës nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe ka filluar punimet bazuar në lejen e re të lëshuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Në ditën botërore të veterinarisë, veterinari Blendi Bejdoni thotë se pavarësisht investimeve që janë bërë në këtë fushë, prap kërkohen reforma të cilat do të përmirësonin shërbimet e veterinarisë. Dita botërore e veterinarisë na kujton një të vërtetë themelore: shëndeti i kafshëve, njerëzve dhe mjedisit janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Sot më shumë se kurrë është e rëndësishme të kuptojmë rolin jetik që kanë veterinarët në këtë lidhje të ndjeshme. Në këtë ditë të veçantë, veterinari Blendi Bejdoni solli në vëmendje sfidat dhe përgjegjësitë e mëdha që mbart profesioni i veterinarit.
Dita botërore e veterinarisë është e shtuna e fundit të muajit prill të secilit viti. Ajo shënohet sikur dita e profesionit të veterinarisë. Mirë po, profesioni i veterinarisë për nga natyra dhe për nga puna është shumë i lidhur ngushtë me njeriun edhe me natyrën. Kjo do të thotë për shkak se ne si profesionist kemi të bëjmë shumë me kontrollin e produkteve me origjinë shtazore, ndalimin e transmetimit të sëmundjeve nga kafshët të njeriu, që këtu janë zoonozat, njëkohësisht edhe për natyrën ku secili insekt, secili kafsh ushqehet me ta. Me përvojën dhe pasionin e tij, ai theksoi se puna e veterinarit nuk ndalet vetëm tek trajtimi i sëmundjeve të kafshëve, por shtrihet edhe në garantimin e sigurisë ushqimore. Ne në profesionin tonë të veterinarisë ne kemi edhe konceptin One Health Concept, ose në shqip që i bjen koncepti i një shëndeti të vetëm, që këtu do të thotë shëndeti i kafshëve, ambienti i pastër, natyra e pastër, është ajo që ne jemi të shëndetshëm. Pra, nëse kemi natyrën e pastër, është natyra ajo që ushqehen pjesa më e madhe e kafshëve. Jemi edhe shëndeti pasqyra e shëndetit tonë. Veterinari Bejdoni ka edhe një apel për të gjithë qytetarët, pavarësisht edhe atyre të cilët nuk mbajnë kafsh. Njëkohësisht, unë apeloj të gjithë qytetarët tonë që natyra është ajo që na takon neve. Domethënë, pjesa e mbetërinave mundësisht që të ruhet sa më tepër që mos të hudhin mbetërina, se ato mbetërina përfundojnë në organizmin e disa kafshëve, ku ndoshta ne jemi ata që i konsumojmë ato kafshë. Pra që të kemi një shëndet të plot, kjo është zinxhiri ushqimor i One Health Concept. Ai na kujtoi se një veterinar i mirë kontribon në mënyrë të heshtur, por të pazëvendësueshëm në shëndetin e përbashkët të planetit tonë. Në kompleksin memorial në Mej nesër shënohet edhe një përvjetor tjetër. Kronika në vazhdim na sjell rrëfimet e disa familjarëve, të cilët kohë më parë kishin rrëfyer në mediumin ton për dhimbjen që prej vitesh e kanë për familjarët e tyre. Masakra e Mejës shënon një ndër tragjeditë më të mëdha të luftës së fundit në Kosovë, ku u vranë u masakruan padrejtësisht mbi 370 civil shqiptar më 27 prill 1999. Në rrëfimet e familjarëve që përjetuan humbje të mëdha, fshehet dhimbja e pashërueshme. Haki Sadria, duke treguar edhe për momentet më të ndjeshme të përvjetorëve të tilla, në një rrëfim për televizionin ton kohë më parë, kishte thënë se asnjëherë nuk do të rreshtim së kërkuari deri në identifikimin e trupave të gjithë atyre që humbën jetën. Gjatë gjithë jetës dhe gjatë gjithë kohës deri në përfundimin e të gjithë të identifikuarve do të thotë nuk do të ndalim dhe nuk do të rreshtimi së kërkuari atje ku na e petrasti edhe mundësia. Pjesa më e dhimbshme është pjesa këtyre familjeve që nesër, pas nesër do të thotë me 27 nuk do dinë që ku do vënë një tub lula. Por unë ata i kisha inkurajuar dhe i kisha lutur që në mesin e gjithë atyre të tjerëve janë edhe pjesa dhe atyre familjeve të tyre. Edhe Bute Komani është njëra nga familjarët të shumë të kësaj tragjedie, që rrëfen historinë për humbjen e të afërmëve të saj. Unë 2 vllazërit, djalin e Axhes, 3 janë të metu në rastin e Mejës, një me ta isha edhe unë prezent, bashkë në Trekonshin të shkolla e Mejës aty në ndalun, ne në dhanë rrugën për Shqipëri, dërsa ata i ndalen aty. Rrugëtimin për t'i gjetur familjarët të humbur e kishte shumë të dhimbshëm edhe Sundim Krasniqi. Vështirë, s'ka ku shka maran. Rivorime ka ndodhë ko pas kohës edhe neve si familjarë nuk i kina gjithë 5 për herë. Radaze, babin e për herë të fundit e kina gjithë në 2009, nëse s'ka bëjtë sakt, edhe dhembja është tepër e madhe. E kina pa gjithë vlanë, gjyshen, edhe motrën e vogël. Mas 3-4 vjetë kina gjithë motrën e madhe, 2009, ka fundi 2009, se kina gjithë babin. Kujtojmë se nesër në përvjetorin e 26 të masakrës së Mejës, në kompleksin memorial në Meje, do të mbahen homazhe në kujtim të viktimave të masakrës.
Në shënim të përvjetorit të 26 të masakrës së Mejës, antarët e shoqatës së të verbërve Gjakova organizuan sot turne shahu. Krahas lojrave në shah, aty u foli dhe për disa të arriturat të komunitetit të verbërve në nivel vendi. Shoqata të verbërve Gjakova në shënim të përvjetorit të 26 të masakrës në Mej ka organizuar turneun në shahut në të cilën morën pjesë shahistët nga shoqata të verbërve Gjakova dhe Hendikos Gjakova. Mark Pjetraj, kryetari i shoqatës të verbërve Gjakova, tha se përmes këtij aktiviteti synojmë të mbajmë gjallë kujtimin për të ekzekutuarit në Meje. Në këtë turner po marrin pjesë shahistët e verbër nga shoqata të Gjakovës dhe nga Hendikos Gjakova. Ky turner shënohet për ta shënuar përvjetorin e 26 të masakrës së Mejës, njës nga ditët më tragjike të kombit shqiptar, pasi që pikërisht me 27 prill të vitit 1999 u keqtrajtuan, u vranë e u masakruan 376 persona të pafajshëm, të pambrojtur me të vetmin qëllim vetëm dhe vetëm pse ishin shqiptar. Ndërkaq, Halil Kurmehaj, këshilltar ligjor i zëvendës kryeministrit të parë të Republikës së Kosovës, tha se me kënaqësi ka pranuar ftesën për të përcjellur turneun, por gjithsesi edhe për të treguar disa nga sukseset e fundit të arritura në komunitetin e të verbërve. Është bërë për herë të parë një rregullore për sa i përket ekzaminimit të personave të verbër, do të thotë grupi i parë, do të thotë ata që nuk dallojnë dritën nga errësira sipas përcaktimit me ligj, nuk do të ketë më nevojë të rivlerësohen, për shkak se në të kaluarën vlerësimi, përkatësisht rivlerësimi i tyre është bërë çdo 5 vite. Kurse tani nuk ka nevojë të nënshtrohen ata të cilët janë të dëshmuar se nuk shikojnë. Ndërsa Pavlika Rajer u shpreh se këto aktivitete për ta janë të rëndësishme, sidomos për këtë ditë të shënuar. Për neve janë shumë rëndësishme, bili sikur sot se përkujto masakrën e Mejës, tramën luftë Kosovës, luajnë e shahit e luaj prafërsisht që 4 kusur vjetë, kush luajnë shahin tojnë është njëri inteligjent. Si rëndom edhe kësaj radhe, turneu pati karakter garues, ku fitues u shpallën shahistët, Pavlika Rajer në vendin e parë, Shaip Kastrati rëmbeu vendin e dytë, ndërsa në të tretin këtë herë u rëndit Zef Dani. Ky turne, përveç se nderon viktimat e masakrës së Mejës, tregon edhe për kushtimin dhe sukseset e komunitetit të verbërve në Gjakovë, duke dëshmuar se as vështirësitë më të mëdha nuk mund ta ndalin vullnetin dhe dinjitetin njerëzor. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sot më është karakterizuar nga moti ndryshueshëm me temperaturat që kanë lëvizur nga 10 deri në 18 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do të lëvizë nga 11 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i ndryshueshëm. Dita hënë do të karakterizohet nga moti me diell dhe vranësira të kopaskoshme, me temperaturat që do të variojnë nga 7 deri në 20 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të jetë mot me diell, me temperaturat që do të lëvizin nga 6 deri në 22 gradë Celsius. Edhe për të mërkurën parashihet mot me diell, me temperaturat që do të variojnë nga 9 deri në 24 gradë Celsius. Moti vranet e me diell parashihet gjatë sajtës, shoqëruar me temperaturat nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Për ditën e premte parashihet mot me diell me temperaturat që do të variojnë nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Pas nënshkrimit të kontratës, pritet të vendosen semaforët në kryqëzimin e rrugëve Buja Roka dhe Ymer Pula. Antarët e shoqatës të verbërve Gjakova me një aktivitet sportiv përkujtuan sot masakrën e Mejës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.